Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Ç'mund ta shikoni, jam shumë e lumtur sepse kam bërë punët, Klajdi është pushim, jam larg, u qet, na mori mëngjesin kuluri dhe do ham mëngjesin bashk. Sot është ditë e shtunë. Po, ka ngelur akoma rau nga Shqipëria dhe bravo babi, e ke qarë kosin. Nuk e di domethënë, këto iPadis, si quhen, ti të them që janë super të mira. E kam marrë këto kuti në Tiranë, edhe ka gjitha ato copë sa kishte. Edhe po bëj gati një 6 muaj që e kam si kuti, domethënë janë shumë të mira, janë me aloe vera. Dolëm pak këtu në verandë, po në knaq dielli. Po, Klajdi ndërkohë po hap tendën se dielli bën të vetën dhe vera po bie. Tani unë do lyhem, do bëjmë pak gati. Dhe nuk e di të them të drejtën ku do shkojmë. Klajdi më ka thënë që është surprizë, po është vend i bukur, edhe shpresoj të jetë i bukur. Atëre make-upin e bëra dhe fiti me vesha dhe do t'ju tregoj më vonë pasi t'rregulloj edhe vlogat. Fytyra ime thjesht shkëlqen. Tani t'ju tregoj pak fitin e ditës, është kostumi që është kanatiere, këto pantallonat, atlete, çanta dhe hikim. Tani, që dëgjoni vanula është Klajdi që flet me mamin. Klajdi, po ti do bësh outfit of the day? Bravo, kë është outfit of the day nga Klajdi, sa i lumtë. Ti kim të vendi që nuk e di ku është vendi. Zeusi. Është Zeusi. Këto janë veshme të bardha sot se para është vap dhe dyta doja të kombinoja, e treta ka medh një parfum sot që... Parfumi që i bleva unë. Është parfumi Kom, si që janë vetë, po... Ne ti plera, të shesi... Nuk mund të marrë unë plera. Më falë, po unë të dukem që të marrë unë plera? Po. Jo. Po, bëja kotë si gjunaf tani. Ke gjetë personin e gabu me bo gjunafit. Edhe për i thoshja, o Klajdi, po ti ke orë, se ishte ora që i bleva unë. E kemë, ndoshta mund të më marrës një orë gol. Edhe Klajdi që ishte, po tha, do të marrë një orë, po do ta marrë me nga ato orat e Benteni që shesin në omonjat e pakistaneze. E vash i erë të duke mund gjithë kjo gozë, gjithë kjo yll me orë Benteni. Po pra, tak. Edhe qa të transformohen pastaj. Në përblinder, se vesh me nerva. Tiu. Po. Tiu, thot. Unë duke u munduar që të bëj estetik. Po. Sa e çuditshme si gjë, po kalim duke lagja tani. Po. Edhe po bëja me dorë berberit. Ndërkohë po kalonte edhe një burrë. Nuk ja bëna me dorë berberit, po më shite ky burri ma bëne kjo. Se njo fare domethënë. Po. Kush e di ka të? Sa u dërë si gjë. E njofs më njefe, hajt kot. Ka cute zoq, po hanë lullet. Ndoshta janë lullet që hanë këto? Po Klajdi! Se ka për kur i trema? Jo, s'ka problem, nuk jemi të interesuar. Duke largu... Pse... Jo, na i thoj pak arsyen. Pse po largoje plumba? Po, shisa kjo dhe pas ka shtyp makina këtë plumbi. O, Klajdi, bau! Sot ti ma qa kontenti. Që ishte i freskët që kishte ngordur? I freskët. E tani që i ka ndodhur aksidenti. Kemi ardhur në një gjë shumë wow, që po habitem se s'kam qenë kur. Kjo është veshja e astronautit. Sa interesante. Jam bjën me shlia për ja. Ke taste. Neve morëm bileta, do shikojmë diçka që ka lidhje me teknologjinë dhe këto, dhe pastaj do shikojmë një si tip dokumentar, si tip filmi 3D, po shumë e bukur. Duhen kjo zhurma që u thua ishte pjesa e kur je në ujë. Shumë scary. Kjo pastaj tregon mënyrën se si ndryshon zëri, duket që lëviz pjesa e... Na shurdhoj veshët Klajdi, gjithë po shikojnë. Jemi shumë excited. Kjo pastaj është zhurma në vakum, në bosh. Bëj një Klajdi? Sotima. Shumë fizik sot.
shkon bosh, domethënë. Të gjejmë silen, dhe kur është ajri i liruar, dhe kur është domethënë i mbyll që ka presion dhe ka dalë ajri. Zgjet fare. E të qojmë këtë në anglisht. Bjeri Klajdi, Klajdi bia saj dhe shive Silvizin e. Ka një vrim këtu që ajri po. Bjeri? Po të vesh dorën këtu? Nuk funksionon. Bravo, Einstein. Kjo pastaj ka lidhje me energjinë elektrike, që në momenti që e prek është kështu. So weird. S'pon as dhe korendi, Klajt. Është shumë kështu, shumë. Këto kanë të bëjnë me motorët elektrik, edhe kjo është bakër, të ampolet. Shi si funksionon kjo tashi. Që të riqet me anë të... Dalet ashtë të bjerë? Se i shtypa të dyja. Pa. Shtype? E shtypa. Ja, pra fusha magnetike. Wow. Sa fiksimi kam pasur, shu e mendoja unë fizikën, por ja që nuk i kishim mjetët dhe kushtet në shkollë. Ndosha fizika do ishte më interesante. Kjo që është e madhe. Me anë të një butoni që ati shtyp këtu, ndez një nga këto dhe duke rëdullu dorën për janë. Funksionon. Sa interesant. Shumë freske, shof. Oh, tani po vjen pak. Është shumë Stranger Things vibe. Kush e ka parë këtë serial e kupton fare mirë. Këtu do me thënë pasaj kemi duke shkrimit, nuk besoj që ka nevoj për, ja për shumë shtyp këtë butonin, neonja. Kjo është dritë e diellit. Dhe me anë pasaj i shef më të hollësishme. Shumë interesante. Në fjalë, shef kush ka reflektim të kush. Kjo tregon pasaj për shkrirjen e akullnajave. Ti mund ta ndryshosh, edhe këtu janë yje domethënë, edhe tregon për shenjat, për shumë interesante, shumë e bukur. Dhe si tash që tregonte, ja këtu është shenja e peshqeve, shenja e horoskopit. Tani Klajdi do shpërthej vulkanin. Continue. And for example, we start to move the table very fast and you pull the paper. If you pull it, then the last one. Kjo pasaj është ADN-ja e njeriut. Ky është një robot tani dhe do e ndërtoj vetë. Në vej vetë si pastrave. Kjo qenë ka shumë e kuha. Folë. Κάνω τι κάνεις. Wow, shumë e frikshme. Shumë e frikshme. Do me thënë ky po t'imiton ty. Wow. Bravo, Klajdi's Gem. Kjo është hobi jote. O zoti madh, iPhone i parë, kur e kujtoj si ka qenë. Kjo pasaj është periudha e kompjuterave. E mbaj mend laptopi im i parë ka qenë Toshiba dhe e dija që ishte shumë i mirë. Computer Apple, o zot, shumë po shumë interesante.
Hajde Inga, do kapim gjosot? Jackpot. 3-7, Kjo pastaj është pjesa e kafshëve që shef nga afër. Atëherë për histori, për kafshë, zoologji, botanika. Është shumë e frikshme, është shumë e pabesueshme. Ndihem sikur jam në parajs. Pritë krajë shiko vendet, foja, mesi. Po, jemi të parët që futemi. Edhe pse po vdesim për bukë, po vdesim urjetë të tipit të shora 6, po ne do ta shikojmë të sepse është shumë gjë e bukur. Do të thënë ndihemi sikur jemi në gjitha ndje e bardhë. pa kështu super date ju. Super date. Të tipit është e rrethuar kinemaja, shikoni këtu është. Nuk e di, besoj të jetë në një gjë shumë e bukur. Η γη είναι το του το 1911. Ο Δυστυχώς, ο Τσιολκόφσκι δεν... Do të thënë ishte një ndër top 5 datet nuk e di, më të bukura. Kapi 11 minuta video. Ishte shumë e bukur, edhe nuk e di, thjesht Nga po kalon, po ecën kot. se nuk e dim tani ku do shkojmë të hajmë se vërtet është ora 7, nuk kemi ngrën asgjë. Të tipit një kuluri nuk është. Në vëllë thjesht isha aty me Clyde-in, edhe po shikoni myjet, po shikoni planetet, edhe ishte gjë më e bukur. Do ikim të ham. Nuk e di fare ç'a është, më duket qendër tregtare, nuk e di, s'po kuptoj, po di që ka super pamje dhe nuk e di, a është lum ajo, po që është shumë gjë e bukur. Wow, sa ignorante jam, që në ka pishin. Po, nga që ka formën e lumit, edhe është shumë i gjatë, është, nuk e di, shumë bukur. Clyde-in e zuri Lemza dhe tani është momenti perfekt që unë ta bullizoj, se për herë ku më zë mua Lemza, si Chihuahua. Si Chihuahua. Mendova se ishte qendër tregtare, po po shoh që është biblioteka. Po përpiqem të gjejmë për të ngrënë. Këtë e ke për te vlogu. E tani, nuk është keq. Unë duke thënë nuk është keq, ndërkohë që unë as të 300 që nuk e çoj dot. Ha Clyde, mendon më fort? Ta shikojmë tani. Oh, më lart. Dobët, ë? Ama. Tani më lart akoma. Bravo! Më në fund gjetëm KFC dhe erdhëm tani, jemi ulur, po presim porosin se po na hajë. Fund do ham Clyde. Si ndihesh? Je emocionuar? Ua, Tori, ishte edhe një plak mbrapa teje. Të nua planet ishte shqiptare se po na hajë, po nuk duhet të pozojmë. Vazhdojmë aksion. Të ngrëm u fryn se bu si derë. Edhe morëm dhe me vete se nuk i përfundua dot edhe na erdhi gjyna. Se po mle. Nuk haja do të shumë, i bash ndryshe se hapo. Hajdo. Po. Erdhem si përfundim në shtëpi, ora është 10:30. Mund ta shikoni që kam hequr make-upin tim të bukur si një make-up profesioniste që jam, sepse un kam gjithë ato talente dhe kjo është një ndër to. Sepse e meriton që ky date të jetë në vend të parë. Ishte diçka që nuk e kisha Përjetu. Po, se po më thoshe, po në mendje më vinte eksperiencuar edhe thash çfarë po them. Përjetu më herë. Përjetuar. Tani thjesht jemi shtrirë në krevat këtu edhe po ham ananas që të tresim Po ushqim. ham si parazita, po ngrëm shumë KFC, edhe ta tresim pak KFC me ananas. Po. Po. Poni, se bëjnë si. Nuk na i shpifet ja. Mirëmëngjesi të gjithëve nga dita tjetër. Mund të shikoni po ha mëngjesin, po ha një nga këto fitnessat. Ditë e diel, kështu që do bëhemi gati dhe do hikim në plazh. Trafik.
Të tregojmë që jemi shqiptar. Ka nisur, shumë më pëlqen si ndjesi. Tani kemi ndaluar këtu në një që është coffee stop. Që nuk e dini Fabi është kushurira e Klajtit, e ka gocën e hallës. Marrim kafet dhe po pres ata që të më sjellin kafen se a kupton, unë presizoj në makinë, filloj dhe jam shumë e lumtur. Nuk votojmë dot për shkak se jemi me vizë, nuk jemi me letra, por ishim dhe shumë vonë. Unë jam parimit që duhet të votoni. Te që ti e ke në dorë, duhet të votosh, për kë voton. Ajo çka të duket ty më e logjikshme, nuk është se janë vetëm 2 parti, janë gjithë ato parti. Dhe mendoj që si janë fillon nga vetja jonë, dhe nëse ti nuk voton, atë nuk e pse ja vë fajin politikës sepse dhe ti ke pjesë këtu. Dhe në këta do i morët kafet. Okej. Tu te kjo edhe morëm për të ngrënë që ishin shumë të mira dhe Klajti kishte super të drejtë, edhe ishte shqiptare. Dhe më erdhi keq se më kujtohet vetja kur punoja dhe po na shifte kështu që po i them në plazh. Shumë grua e mirë. Në një plazh jo fantastik, po super fantastik, që është super i bukur, super i pastër, edhe nuk ka pik lidhje me plazhet ku vemi ne. Është super bukur, ka shezon, kemi vënë ne pjesën tonë që nuk ka shezon, po është thjesht kaq i pastër. Bravo, shumë romantik. Kënaqem, erdha te rroma e ndrimit, u ndëruam sepse erdhi momenti që të ikim. Bravo, Ilva po lun këtu. Ja e mësovi qupa. Shtëpi, edhe si shumë të shikoni jam në banjo se bëra një tush, tani do të pak body lotion që është me vanilja dhe me lavando. Dhe u kënaqa, këtë fundjavë kënaqa shumë. Nuk e mbaj mend se kujtesa ime është shumë e keqe. Gëzuar ditën e nënave të gjithave kudo që jeni. Dhe jam shumë e lumtur sepse distanca nuk do thot asgjë për dashurinë që kemi ndaj nënave tona. Mirëmëngjesi të gjithëve nga dita tjetër. Atëherë, ky është outfiti i ditës për sot, të xhinset e bardha që nuk është që i kam mbeshur ndonjëherë. Këtë kanë atjeren e bardhë, të këmishëm, të vizatetet e bardha. Bër pak make-up, të tipit pak penel, pak rimel dhe buskuq. Gati për shkollë. Thënë fundjava ikën sa hap e mbyll syt. Në shkollë, aktualisht po ha një kuluri. Dhe tani pres të vi treni, jam këtu në stacioni dhe po pres që të vi treni të ikin në shtëpi. Shkoj në shtëpi, të bëj ndonjë gjë që të ham të dy. Në fakt nuk e di po do jetë në punë Klajdi apo jo. Pyetja e ditës është a do punoj Klajdi mbas ditës sot apo jo. Që isha zbrita nga treni dhe vajta tek marketi i Mishit. Tani ikim për në shtëpi. Siç ju thash, njeroni flokët e mi të shkukuritur, jetë në punë mbas dite, po bëj diçka që nuk e kam bërë ndonjëherë dhe shpresoj shumë të dalë mirë. Sepse nuk kisha kohë që i kisha marrë ato që thash do t'i provoj. Pyeta mami për recetën dhe shpresoj që të dali po aq sa të mirë bën mami. Bukët i kam bërë me vaj dhe do t'i vendos të piqen. Kam vënë domate, kastravec, djath, rigon, krip të përzira së bashku. Jufkat shpresoj të dalin të mira. Po më lotojnë syt se duhet të blej një ujë mishellar. Edhe hoqa me i kapi dhe prandaj jam kështu pa jo që po qaj. Mendojmë pozitivisht, ja dhe para për ilagjes. Shkojmë të harxojmë disa kalori. Kjo do me thënë që ke bërë palestër të mirë në momenti që ti ke djersitur. Hera parë që djersi ka i shumë palestër mirë. Është edhe baba. Okej, është edhe baba, po të ti ris pak pik vetes, po suportoj veten. Yeah, buddy. Erdhëm në shtëpi dhe kjo është darka, healthy, dhe të shikojmë edhe film.
Hello, përshëndetje të gjithëve nga dita tjetër. Mund të shikoni jemi bërë gati herë të parë që kam bërë një slick bun në këtë mënyrë, se unë ndaj në mes, edhe do t'i që më shkoka. Do dalim. Sot Klajdi e ka pushim sepse nuk ishte daq mirë, ishte pak. E ka pushim. Si ishte ndërëzgjës, shkojmë punë. Po, ishte sëmbu. Dhe prandaj nuk është që kam filmuar sot para dite se nuk do as të shpëndajmë energji dhe të përcjellim energji negative. Tani po presim ashenserin. Reklama më e bukur që mund të ekzistojë në metro. Bëm gjiro edhe jam shumë e lumtur. Të ju tregoj pastaj çfarë mora. Jo dhe aq se atë që doja unë ishte sold out, ishte shitur, nuk ishte fare, të tipit fare në gjendje zero. Po s'ka gjë, ora një dy të tjera. Shoj nga kolloret më të mira të Athinës. Që shumë e mirë, edhe thonë që nuk e di askush sekretin se si bëhet akullorja, receta. Ja ta shpjegojmë. Pra këto akulloret, keni parasysh se ngjyrë lagjit që i bëjmë vetë, i bëjmë me qumësh dele. Janë akulloret më të mira që kam provuar ndonjëherë. Në një fjalë i bëjnë të freskëta, i kanë vetë, kanë shije të ndryshme dhe ka një gjë. Ai që hyn në punë aty, domethënë, bën një kontratë që nuk duhet të tregoj sekretin si bën akullor, sepse digjet penalisht. Merr dhe gjok dhe burg. Është si puna e SpongeBobit me burger, aty nuk tregohet sekreti. Dhe bëmte një dy foto shumë të bukura, që ishte shumë e bukur ideja, që ti hidhje sa lek të doje, sepse ishte donacion, po të doje nuk hidhje lek dhe ti bëje foto në formë gazete. Dhe do tregoj më vonë, ishte shumë gjë e bukur. Ishte e huaj ajo që bënte këtë gjë dhe kishte një aparatur që bënte fotot. Erdhi momenti së vërtetës të provojmë akulloren, që të shikojmë çfarë shije ka. Kishte të drejtë, nuk i ve faj. Unë e mora një kup vanilje dhe një kup Ferrero. E mora Ferrero se doja të provoj diçka ndryshe, po vanilje e mora sepse thash bazë qumshi do jetë shumë e mirë. Që këtu dallohet, pastaj i bën akulloret e mira apo jo. Sa po erdha në shtëpi, pastaj duhet të rregulloj pak pjesën e laptopit, i them Klajdi për atë pjesën e Wordit, e Microsoftit. Dhe du të bëj një super dush dhe të bëj një maskë. Tani siç po thoja, ty të rregoj pak çfarë mora. Këtë lapsin e buzëve, që quhet Coffee, nuk kam mësuar në një emër përpara dhe më duket quhet numri SPL822. I'm not sure. Sa kuptoni, kemi një verën para. Duke shumë smooth, shumë i mirë. Nuk e kam provuar ndonjëherë. Këto produkte të kësaj nuk i kam provuar ndonjëherë. Është hera e parë. Në momentin që ajo do kthehet prap, do i ta marr seriozisht. Dhe e mora në një shade pak më të mbyllur, se po vjen vera dhe normalisht nxihem dhe duhet të përshtatet ajo çavon në fytyrë. Jo në fytyrë kafe e verdhë edhe këtë e bardhë. Por e fundit dhe më e rëndësishme dhe më e bukur që s'kam bler kurrë më parë, ishte shumë e mirë, edhe ishte bërë shumë famoze kjo dhe blush, po nuk është që blush kam për momentin dhe nuk dua që të shpenzoj lek në diçka që kam. Dhe është shumë e bukur. Ka dhe xixa. Është shumë e bukur. Shumë e bukur, më pëlqen jashtë mase edhe të jep një efekt shumë të bukur kur bën një make-up në verë, dhe pak xixa, ngjan pak më e nxirr, shumë e bukur. Dhe është hera parë që blesim një produkt të tillë, hera parë që ble bronzer dhe shpresoj mos të më zgënjej. Të tipit është kjo çanta, kjo, këtu do vej ato që s'më duhen, kjo. Mirëmëngjesi, nga dita tjetër. Dhe sot kemi një ditë shplotshme, besoj, nuk e si. Prap harrova të më ndihmoj Klajdi me laptopin me atë pjesën e Microsoftit që është bërë tematik e këtij vlogu, kur them ndoshta dalë të tipit në një kafe. Që sistemoj pak shpinë, t'i vendos gjyrat pak në terezi, se është katastrofë. Edhe të bëj ndonjë gjell, se s'dohem vetëm të thata, dhe them të bëj ndonjë gjell me patate. Kështu që nisim me ditën tonë.
drek si që pat bëra gjë me patate. Prova që Klajdi të jetë me punë mbas dite, kështu që nuk dua që të rri në shtëpi, do dal pak me një shoqe për ndonjë ecje dhe do vi pastaj kur të vi Klajdi. Provoj pak në fakt edhe lip kombon që bleva të lapsin nga NYX që ju thash dje. Dhëm perfekt. Shumë humoristike jam, vetëm unë që si kam dhëmbët perfekt. Historikisht kam qenë personi që kam pas gjithmonë probleme me dhëmbët. Momenti i shumë pritur. Më pëlqen fakti që i përafrohet ngjyrës së buzëve të mia. Kush ky përfundimi? Përfundimi do jetë pasi të vë dhe lip glossin. Mendoj që më pëlqen shumë ky laps. Nuk do heq kur nga çanta. Jam vesh goxha sportive, kisha kohë pa veshur një paltuta që i kisha harruar që i kisha. Njerëz, ka dalë ngjyra ime. Kjo është ngjyra ime. Është gështenje hapur, gështenje çetur, ku diun çokoladë. Tani duhet i lyej tani se eci me një plan, sepse do t'i lyej përsëri nga fundi i qershorit. Ta kupton që ka kaluar një muaj e ca dhe do kem vajt në Shqipëri. Sa ju thash një spoil që në fund të qershorit do ikin në Shqipëri. Po besoj është e dukshme se a kupton, janë provimet, diploma, se unë kaloj nga tema në temë, pak fjalë ka ardhur momenti që unë të lyej flokët. Edhe pse nuk duket mirë nga ndriçimi, po a nuk ngjajnë sikur janë set? Shumë më pëlqen. Të thënë bravo Iva. Këto ditë, pse po bëj sikur ka ditë. Edhe kështu domethënë, vura dhe lip glossin. Sa e mirë, sa e bukur. Tash pse po shoh studenta, po har studenta. Nxënës, nuk e di pse kanë shumë qef macet, janë shumë lojkatare, si quhen ledhatare, që kanë qef të përkëdhelen. Janë edhe shumë të bukura, janë, nuk e di. I kanë shumë qef macet. Tani po kthehem në shtëpi dhe ja ko pash Klajdin. Tani po iki për në shtëpi. U kënaqa, kalova një mbasdite pak më ndryshe dhe pse isha vërdall në parkun e lagjes. Mëngjesi të gjithëve. Mëngjesi, ja, dita tjetër. Është koha të ha mëngjes. Apo postova vlogun, e di që jam super mbrapa, po ka ca gjëra që nuk arri dot t'i bëj vet. Gjithsesi, atëherë do postoj 2 vlog këtë javë, me qenë se kisha 2 javë pa postuar. Kështu direkte, shpejt që mos më shkoj vonë për trenin. E harrova t'ju tregoj outfitin. Sot provova bronzerin. Nuk e di a e ka vendosur mirë sepse është hera e parë që vë. E po më pëlqen. Ja, me mamin, me nënën, edhe u kënaqa duke folur me ato. Sapo mbarova në shkollë dhe është ora 6 dhe tani do iki në shtëpi që të ham bukë dhe të kemi mundësi për të ikur në palestër. Si përfundim erdha në shtëpi, erdha do me thëmë po mu fik telefonin nga bataria. Që erdhi dhe Klajdi, hëngra gjë me patate, Klajdi erdhi dhe me përforcime. Si, erdhi koha, duhet ta mbyll këtë vlog. O Klajd! Hajde se do bëjmë mbylljen e vlogut bashk! Uli syzet, uli se po bie diell. Po bie Se sa ka marrë nga puna për ne. Po bie diell. Po bie diell. Po nuk thash e verdh, po. Po s'jam i Get verdh. the point, o Klajdi. Bo, më bo. Po prit. Që duket tamam. Të tregoj kam unë shumë. Po bëj për muskull. Po tregoj diferencën. Okej, e morëm vesh e pam. Ne do vazhdojmë dietën, siç thash? Ilva. Pse ti nuk do hash? E pra, Ja. fake. Do hash, jam e sigurt. Ja. Po e ngrem bamën.
Kush flet kështu? Ti. Jo, nuk flas kështu. Jugore. Jo, po ti që ha shkronja, Tiranas. Kështu që neve të shifemi Logun e radhës.